Jemi rikthyer, jemi përsëri bashk, sot gatuaj me Teutën, Teuta Maçi është bashkuar, farmacistja jonë e dashur me keshe programit, por këtë herë në kuzhinë. Po sigurisht për receta që janë të shëndetshme, të shijshme, të thjeshta për të përgatitur, ashtu siç ne sjellim gjithmonë këtu në program. Dhe në këtë recetë do të jemi me tortilla, me omlet dhe guacamole për ta shoqëruar. Le të futemi punës menjëherë. Tani kjo recetë është më e thjeshtë për të gatuar, po ka më shumë ingrediente dhe duket sigurisht pak më e rrëmujshme. Në fakt tortillat janë mënyra ideale për të ngrënë çfarë gjithçka që një person nuk dëshiron ta hajë kështu më vete si të thuash, po nëse ta gani një super këtu, thjesht një çik gërshërën. Këtu. Që të ta mbyllesh ose është edhe ziperues tani. Mos marrajër, se ne s'do i përdorim ndoshta të gjitha. Është perfekt fare. Ne kemi marrë paketimin me 3 copë në fakt, por ka edhe me 6 edhe me 10. Është perfekt fare. Unë preferoj t'i ngroh pak, megjithatë jo që në fillim, sepse kur ngrohen që në fillim mund të thajmë. Që thjesht ta vendosim aty për ta patur, edhe i heqim dhe i vendosim këtu. Tani, ideja çfarë ka ndryshe kjo tortilla nga të tjerat, është që mund të skuqim, unë doja të tregoja se si mund të skuqim brokolin. Ne në përgjithësi brokolin e ziejmë edhe ai humb atë teksturën e vet krokante, njëkohësisht i humb edhe ato vlera sepse bien praktikisht të gjitha në ujë, duhet të dish kohën se kur ta zihesh apo jo. Ndërkohë që duke e skuqur në pak gjalp, ai bëhet shumë i mirë dhe nuk e ka atë shijen tipike të brokolit që shumë sidomos fëmijët në përgjithësi nuk e kanë fare qejf. Kështu që mund ta skuqim. Është diçka që unë kam mësuar kur studioja jashtë dhe një nga miqtë e mi aty tha, po ti mund ta skuqësh brokolin, se ke provuar asnjëherë tash. Po dhe në fakt edhe i pjekur është më i shijshëm se i zier, kështu që janë variante që merr atë krokanten e lezetshme që e bën të shijshme. Tani, ne do ta vendosim brenda në omlet. Kështu që fillimisht duhet të skuqim qepën, brokolin, i hedhim sallamin edhe pak fikse doja dhe unë të shtonin pak. Po, për ta bërë pak më të plot për nga vlerat proteinike, sigurisht nëse nuk ju pëlqen ti hidhni brenda diçka si mishit apo sallamit, mund ta bëni dhe vegetariane duke i hedhur qiqra apo duke i hedhur fasule të ziera për proteinë. Për më shumë proteinë dhe për më shumë vlera ushqimore. Tani kemi zgjedhur që ta bëjmë me sallam. Kështu që tani mundet, kjo është sipas dëshirës, apo jo, ti hidhni qep. Unë në përgjithësi kur skuq perime kam gjithmonë dëshirën që ta bëj këtë gjë me qep, jo vetëm sepse jep shije, por sepse qepa është një ushqim i jashtëzakonshëm. Nuk ka asgjë më mirë se sa qepa për të parandaluar sëmundjet, sidomos në këtë sezon gripi, kështu që në të gjitha format që ju mund ta konsumoni atë, është mirë për shëndetin tuaj. Normalisht ne themi që të skuqurat nuk të bëjnë mirë. Në këtë rast e skuqura e brokolit është për një kohë të shkurtër. Po, nuk do jetë. Nuk është se pikërisht, nuk është diçka që ne do ta skuqim me vaj ulliri me gjalp, domethënë është një kombinim që nuk digjen. Tani, gjalpi në vetvete nuk ka asnjë problem që të përdoret për skuqje. Biles është më mirë se sa vaji i ullirit sepse nuk do ta mbash vetëm pa vajin e ullirit. Jo, do t'i hedhim pak gjalp. Në rregull. Do t'i hedhim pak gjalp. Ne bëjmë gjithmonë kështu. Vendosim edhe gjalpin, edhe vajin e ullirit, pema, që të mos djegi njëra tjetrën. Këtë më ka mësuar zonja Vjolca. Që përshëndesim nga se më ka marrë malli shumë për të. Zonja Vjolca, kush nuk më pyet më zonja Vjolca për ty? Dhe di që të gjithëve i mungon zonja Vjolca, po shumë shpejt sigurisht. Sa po të djetë kështu, i kam thënë, kur të kthehesh, do kërci. Do bëjmë surf në Australi në një të ardhme, se kështu e kemi planin. Kështu që sa po të jetë në formë, ajo do të jetë këtu. Edhe me pak vaj ulliri. E kombinohen shkëlqyeshëm. Në rregull. Sigurisht, vaj ullirit vetëm në temperatura të larta nuk është mirë të përdoret, kështu që për skuqje e trajtojmë me kujdes këtu. Në rregull, atëherë, tham pra, do të kemi pema olive oil, vaj i përzier është ky që kemi zgjedhur në këtë rast, por mund të merrni edhe atë ekstrat virgjër apo të virgjër, apo të pafiltruar, absolutisht pema i ka në dispozicion të konsumatorit që të zgjedhë secili sipas preferencës dhe padyshim që është një produkt 100% shqiptar nga jugu i Shqipërisë. Ne për çështje kohe, unë për çështje kohe hodha dhe qepën dhe gjalpin dhe vajin në të njëjtën kohë. Sigurisht në shtëpi, e mira do të ishte që fillimisht të ngroj gjalpi, të ngroj gjalpin me vajin e ullirit nëse do përdoret dhe pastaj sigurisht të shtohet
Kam përshtypjen se mos punon diçka. Ja se rregulloj unë. Dhe sigurisht, për personat që nuk duan ta ndjejnë qepën, sa më të vogla që të bëhen këto bikët, sa më holl të pritet si thuash, aq më pak ndihet. Ja, mund të përdorim grirse në atë rast, në fakt. Mund të përdorim. Sigurisht ka persona që ndjejnë shijen, ndjejnë erën dhe nuk e duan asnjë formë të grirë apo të pa grirë, sido që të jetë. Që merrni grirsen kanë vut edhe imët aty, me disa pulsime. Mirë do të ishte, siç tham, sidomos kur nuk është i gjallë dhe nuk lë atë shijen tipike apo atë aromën tipike që të gjitha kanë problem, mirë është që të gatuajmë. Në rregull. Unë ndoshta do të edhe pak më shumë gjalp që ta kemi edhe për brokolin. Dakord. Nga shporta fix, ndalemi pak bashkë tek shporta fix, duke qenë se është fund vit, jam e bindur që një nga pjatat apo krijimet kryesore të tryezës është një kombinim i këtyre produkteve të mishit, nën produkteve të mishit. Dhe në këtë rast, Fix i ka thuajse të gjitha ato që ju mund të kërkoni. Unë mendoj se i ka të gjitha se pak nga secila prej këtyre krijon një shije të mrekullueshme. Pak siqemoti, pak shorzo, pak salcice dije që janë shumë të mira. E të gjitha me radh, pancetën që mund ta përdorni për lloj-lloj antipastash, peperoni për ata që duan diçka pikante, suxhukun padyshim që është shumë i mirë dhe i shijshëm. Të gjitha i keni nga Fix dhe krijoni një pjatë të madhe antipaste me shumë lloje të saj për ta nisur ndoshta mbrëmjen tuaj, darkën tuaj, për të shoqëruar një pije, për të kaluar kohë të bukur me miqt. Ne do të përdorim siqemoti, që është produkti tipik i Fix, ai që ka shijen, erëzat mrekullueshme, një recet po themi historike e Fix, që vazhdon edhe pëlqehet pas kaq vitesh. Brokoli është në tigan. Do t'i japim edhe asaj skuqen, unë po ju jap recetën me shkrim. Tortilla. Më fal? Nëse do kishim një tigan, nëse do kishim një kapak, mund t'ja vendosnim. Në mënyrë që ta përshpejtojmë pak që ta gjej unë. Po nuk ka problem. Jo, është më shumë për t'ia treguar dëgjuesit dhe shikuesit që duke ja vendosur kapakun, praktikisht mund të shkurtosh pak kohë. Duket se është vetja. Jo, s'është. E bukur punë. Është tipikisht siç e bëju në shtëpi, gjej një kapak, çfarëdo që të jetë ai, e vendosi. Ai, ngatroj për herë. Provojmë tjetrën. Bën shumë. A mund ta lëm me këtë? Unë nuk e di biles, do thosha po ta kishe gjetur kapakun, do thosha është më mirë se në shtëpinë time. Pak kam sikletin tim dhuaj, po si jep drejtim as ti. Gjithmoni bëjnë lëmë shtë punë të enda. Recetën një lutëm. Ndoshta brokolin mund ta kishim prerë dhe pak më të vogël. Shikoj e vetë, unë po jap recetën, ndërkohë ndiu e lirë bëje si të duash ti. Tani nuk bëhet më dot, sepse duhet të nxehtë. Është e nxehtë. Por që mos të ngelet i pa gatuar, si thuash. Duhet të pritet edhe pak më hollë. Dhe ndërkohë mua më kanë sjellë kafen. Çfarë luksi, çfarë luksi. Prova se bëm kafen edhe nuk e pive. Atëherë, receta me shkrim dhe një herë, më falni. Për tortillat është 8 vezë do hedhim? Për 4. Jo, për 4 tortilla. 2 vezë për tortilla. Jo, se ka probleme, se ka 8 vezë do vital, po thjesht është 8 vezë në një tortilla ku të shkojmë. Një brokoli, 2 qep të kuqe, fasule ose qishra të zira, thamë, ky është varianti vegetarian. Ndaj e ka vendosur kështu të uta dhe kos grek, për të qenë pra në variantin vegetarian super të shëndetshëm, super të shijshëm, sepse ka njerëz që duan gjëra vegetariane, ose ata pastaj që janë vegan, kanë ato rregullat e tyre. Unë mish ngrënësja u futa pak në mes në recetë dhe i thash, po sikur të ketë pak Fix. Po, ashtu e bëjmë dhe zgjodhëm siqemoti. Do të shkojmë tek ka tjetër? Jo, nuk ka. Guacamole ne kemi pastaj. Shpresoj të mos jenë shumë kuzhinierë duke na parë. Po tani, ne jemi në kuzhinën e ndonjë restoranti me yje Michelin, tu gatuhet si në shtëpi. Unë do ta heq pak.
normalisht nga zjarri, do ta lej që të punoj të, si thua, avulli, ngrohtësia e enës të vazhdoj të japi efektin tek brokoli, dhe ndërkohë mund të bëjmë gati vezët që të kemi. Vazhdoj me vezët o Vital. Pas pak luajmë edhe me kuicin e miellit Ola, do të dhurojmë përsëri 25 kg miell Ola për çdo përdorim. Është kjo dhuratë fantastike dhe perfekte për tani në dhjetor, mendoj, po me thënë të drejtën është dhuratë që gjatë gjithë vitit na bën punë, se ku ka shtëpi pa mielin Ola. Ku ka shtëpi që të mos ketë mielin Ola për çdo përdorim veçanërisht, se fundja për aq kohë sa përdoret për çdo recetë duhet jetë gjendje gjithmonë. Pastaj nëse ka preferenca se dikush do të bëjë ndonjë simite me miell integral, me miell thekre, doni të merrni versionin bio, versionin super, që është i fortifikuar ky me hekur edhe me acid folik, doni mistrin të bardhë ose të verdh, për pica, enkas, pa diskutim që i keni dhe ato pastaj në përmarkete dhe i shtoni si blerje për shtëpinë tuaj në pazaret tuaja, por atë për çdo përdorim nuk e ndajmë. Nëse dëshiron të bëjë ndonjë gjë ndërkohë, më thuaj. Tortillan duhet ta ngrohim? Tortillën mund ta ngrohim ndërkohë, po, mund t'jesh po kontrolloj pak se si është gjendja e brokolit, nëse është ka arritur, se nuk duhet jetë edhe i pabërë, duhet të skuqet në pikën që t'kesh kënaqësi ta konsumosh, por ndoshta do të kishte qenë mirë që ne brokolin ta kishim hedhur paralelisht me qepën, sepse tani kemi një problem që qepa nuk është djegur, por duket sikur është bërë pak më shumë. Po, ka marrë ngjyrën. Po mund të shtojmë pak ujë, shumë pak ujë. Sa do thosha, në këtë pikë mund të shtojmë pak ujë. Ja një moment, të shtojmë ujë të nxehtë. Edhe qepa në këtë mënyrë rregullohet, edhe brokoli merr një val të lehtë. Ndërkohë taganin ne rregullojmë këtu. Do më ndihmoni ju? Në rregull. Pak fare. Tani, është momenti të ndalem pak tek një prej partnerëve tanë, një partner i ri në program, është një partner që mendoj se familjet shqiptare, jo vetëm që e njohin pa diskutim, po e kanë zgjedhur prej shumë vitesh ta kenë pjesë të shtëpisë. Dhe sa i përket këndit të kuzhinës dhe larjes së enëve, është pikërisht ky produkti që do t'ju duhet. Është ky gel fantastik, Gel Power, Deka Gel Power, me formulë të avancuar dhe të koncentruar si një zgjidhje ideale për çdo sfidë pastrimin e enët tuaja. 3 herë më shumë fuqilarse, pastron çdo enë me efikasitet të trefisht. E largon ngjyrën edhe nëse ju përdorni ujë të ftohtë. Dhe ajo çfarë është interesante është që nuk lë asnjë aromë në enë, është i përqendruar, i koncentruar, pra duhet pak sasi për larjen e enëve, dhe që është më e rëndësishmja, mendoj, ndër të tjera, është edhe që është variant ekonomik. Deka Gel Power, numri 1 në aksion. Dhe bashk do të shkojmë tek kuici në këtë moment për të mos penguar të utën, që t'i jap një val shpejt e shpejt brokolit edhe qepës. Tortillën do ta ngrojmë gjithashtu dhe besoj vetëm vezën do të shtojmë. Do shtojmë vezën dhe do shtojmë sallamin. Po, shtojmë edhe siç e moti në fund. Guacamole nuk e bëjmë dot. Sepse koha përfundoi. Mirë, guacamole mund ta themi. Praktikisht guacamole është shumë e thjeshtë për të bërë në shtëpi, sepse mjafton të marrësh avokado të bëra mirë, ti përzihesh me pak domate, me pak qep sipas dëshirës, ti grish të gjitha holl, mund t'i hedhësh, nëse dëshiron, pak spec djegës, krip limon dhe përzihet dhe është gati. Bukurie. Dal nga dal si thoni të shpallim kuicin regjia, ndalemi tek Ola e shpallim kuicin. Sepse kemi dhe bisedën shumë të bukur për të zhvilluar me të ftuarit, kështu që të mos vonoj. Numri i telefonit është në ekran, receta është shumë e thjeshtë, jam e bindur që do ta gjeni përgjigjen menjëherë. E rëndësishme është të kapni linjën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë flas? Alo. Me Irenën. Nga na merr Irena? Nga Tirana. Irena nga Tirana. S'kemi folur asnjëherë bashkë, dukesh zë i dëgjuar. Kemi folur. Vërtet? Po, kam qenë fituese. Kur ke fituar ti? Mielin. Ke shumë kohë. Mielin Ola. Kemi kohë pa luajtur gjithsesi. Po. Mirë, shumë.
pa me rak e ka për linjën jenë Edhe rregull që do kafe, fitosh. edhe kafe. 2 herë kemi folur bashkë. Të lumt Irena. Irena, do më gjesh pak me çfarë i bëri kulaçi na Gida, e mban mend apo ke nevojë për ndihmë? Po kam pak nevojë. Për ndihmë. Atëherë, kulaçi u 2 përbërës kryesor, po themi për shihen, ishin ato që ne do të gjejmë së bashku. Një prej tyre është nga shporta lufra. Po, si lufra? Jo, është... Ke parasysh kur marrim atë kulaçin e mirë të ngrohtë, edhe nëse e kemi bërë të thjesht, ne zakonisht shtojmë ndonjë gjë në pjatë për ta shijuar, apo jo? Marrim për shembull atë produktin nga lufra të lopës ose të deles, për shembull. Qumshin? Jo. Si po, kulaçin me qumë është e hanë ti, Irena? Jo. Si e hanë kulaçit? Se më shpejt. Me djathë me djathë. Me djathë dhe produkti tjetër është një produkt që e mbledhim në përpem kokriza dhe ndonjëherë e kthejmë edhe në vaj. Mos dëgjo nga televizori, dëgjo nga telefoni. Qa marrim të pema ne kokra e mbjellim kur i vjen sezoni këtej nga vjeshta edhe... Ullinj. Pra ullinj. Pra kulaçi që bërja Gida ishte me djathë dhe me ullinj. Irena ta gëzosh dhuratën dhe bëj ndonjë ëmbëlsirë të mirë përveç të tjerë. Faleminderit dhe gëzuar festat. Gëzuar e dashur, faleminderit. Si jemi? Jemi shumë mirë. Sa mira mas edhe 2 minuta koka. Atëherë të lutem ngrohe edhe tortillën. Direkt. Tortillën Tagani që mua më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, aq të buta, aq të mira. Ndërkohë brokoli është bërë siç e shihni. Pra. Sallami. Dhe aty do hedhësh dhe vezët, që të lidhen. Aty do hedhë vezët që të lidhen. Dhe të gjithën pastaj, pasi ta lyejmë tortillën me kos grek ose me çfarëdo lloj djathi, gjize që ju të keni në shtëpi dhe ta përdorni sipas dëshirës. Më fal Teuta. Ndjes. Unë preferoj kosin grek si pasoj, sepse përveç se që ka një shije neutrale, ka një shije që i afron pak gjalpit, ka shumë proteina dhe ka natyrisht probiotikët që na duhen aq shumë. Se përgjithsisht të gjitha recetat duhet të përmbajnë ata ingredientë sectuar që ne na bëjnë mirë për shëndetin. Nuk duhet të ushqehemi vetëm për të ngopur, si të thuash, veten, urinë, për të mbushur barkun, si thuhet në gjuhën popullore, por për të ushqyer edhe për të marrë vitaminat e duhura. Kështu që kosi grek e ka këtë aftësi. Atëherë, pasi u bëde, Gati? Sallami, po. Unë e hodha të gjitha vezët, që të jemi, do të dali pak e trash, por... E shtojmë dhe vezën dhe omleta pastaj hidhet si për kësaj, ja? Një moment, po, sa të pastroj pak duart. Dhe pas pak do t'jemi me të ftuarat, sam do flasim për bukurinë. Okej, ne le ta hedhim. Shtrazuar mirë. Unë nuk i kam hedhur krip, sepse me e pak. Tani si mund ta konsumojmë këtë tortillën ne nëse për shembull duam ta marrim me vete, se kjo është ide shumë e mirë për ta marrë në punë, në orarin e drekës. Do të konsumosh diçka që e ke bërë me duart e tua, më mirë nuk ka, s'ke askon ndoshta të lëvizësh, të marrësh të blesh diçka jashtë, po më mirë është aty në çantën tënde të jetë kjo tortilla për shembull. Dhe çfarë duhet të marrim? Duhet marrim letrën e aluminit fino. Letra aluminit fino do të ndihmoj ta mbështjellim si duhet, ndoshta edhe një nga ato qeskat me zipper bag që quhen ndryshe, pra me mbyllje hermetike, e vendosni tortillën bashkë të mbështjellë me letrën e aluminit në këtë çantë dhe e keni me vete të sigurt drekën tuaj. Kështu mund t'i përdorni ndryshe produktet fino, përveç disa variantave që ne sjellim për herë këtu gjatë gatimit, por edhe për ambalazhim. Është i shkëlqyer si produkt, është i sigurt për të patur gjatë gjithë kohës atë mbështjelljen e duhur, cilësinë më të mirë pa diskutime ka, dhe prakticitetin fundja fundit për gjatë ditës tuaj. Gjithçka të jetë në shërbimin tuaj siç ju dëshironi. Nëse keni zgjedhur cilësi, kjo është e sigurt. Arsye për të buzëqeshur është fino.
Tani, Omleta do vi këtu dhe kaq kemi, s'kemi për të bërë gjë. kaq kemi. Duhet të kontrollojmë pak si kemi muffins në furr, nga Ato i pjesa e sillur. parë e emisionit. Jemi. Dhe pastaj Dhe na duhet edhe një spatull e madhe. vë një spatull e madhe. Perfekt. Këtë do që të sjell nga këto të muffins të apo të madhen? Si duket gjendja? Nuk e di. Perfekt, perfekt. I nxjerrim. Po e fik fare furrën unë. Jam shumë entuziaste gjithmonë sa herë që nxjerr diçka nga furra. Dhe ndërkohë, shisa mirë është bërë omleta. Dhe ndërkohë muffins. Nuk ta mbushën mendjen, nuk ka mbush mendjen fare si recetë me 4-5 ingrediente do thua si është e mundur. Jo, po janë Pa gjitha miell, ishte aroma pa mirë. gluten, pa. Ta fikun sa mos e djegin. Atëherë, normalisht duke ja vënë pak kapakun sipër, ajo mund Dhe të unë do gatuhet të edhe lë nga. të lirë ta bësh gjatë publicitetit montimin e tortillës, sepse nuk ka asgjë më shumë për të shtuar Asgjë më thamë, vetëm do montohet tortilla dhe kaq. Kështu që do ta shohin teleshikuesit në rrjetet sociale të përfunduar. Praktikisht rrugën ju e pat, përbërësit i pat, nuk ka asgjë më shumë për të shtuar. Falenderoj pafund. Kënaqësi ishte imja. Por e ti është kënaqur këtu Faleminderit në gjithashtu. kuzhinën tonë. Është ndryshe, por është bukur, është këndshëm. Është shumë këndshëm. Ndoshta hera e parë me pak emocion, por Tani, në kuzhinë kështu është, ka pak rëmuj, ka pak lëvizje, ka shumë gjëra për të bërë. Kënaqësia e kuzhinës kjo është. shumë kënaqësi. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Paqem. Gjithë të mirat.